Profesor nuk e nisë të mirë takimin, por shumë shpejt e kompensuat me barazim dhe mbyllet me fitore. Me një gol nga kornja duhet ishim më të kujdesshëm aty. Normalisht Malisheva filloi më mirë se na ndeshje. Ne ishim pak nervoz, nuk ishim qartë. E kuptoj edhe fillimin e lojës sepse ngarkesa këta ditë po kanë molle, sidomos psikologjike. Unë është një muaj me mënyrë tjetër lojet, me lojtarë tjerë fush, dhe të lush ashtu si lutem sot. Për mua është arritje, për gëzoj djemë sepse ka njëtu me stres dhe në sekundën e fundit para meshës. Çfarë ju pëlqeu më shumë sonte profesorët e skuadrat dhe çfarë nuk ju pëlqeu? Më shumë më pëlqej fitoria, kurse ajo që më pëlqej është që mu do të më shënu gol tjetër, do shim të ishim më pragmatista, do shim ta mbyllshim ndeshjen sepse me një lojtar më pak nuk luajt me ashtu siç duhet, bides lam hapësinë edhe në mbrojtje gjë që mund të ndëshkoshim. Kështu që kjo është ajo që më pëlqej. Profesor, kur fiton Lukadën për Verdika, ju thatë edhe vetë mbrojtja në futulli profesor. Mbrojtja nuk është vetëm mbrojtja. Duhet ishte me fusha më agresive, duhet ishte sulmi më agresiv në aspektin defensiv, mandej dhe mbrojtja dhe portieri. Kështu që kur gabojmë, unë nuk them thjesht mbrojtja, po them komplet ekipin fazë mbrojtje se gabojmë. Kështu që në det për det të rregullojmë. Pas kartonit koç profesor prit një gol i tretë, por fakt Malisheva rrezikoi. Nuk është se dominoi, po pati rast për të barazuar. Jo, pati rast, prandaj thoshe ajo që s'm pëlqej pjesën e dytë është mas 2001-shit një lojtar më tepër, vend që çnoshim golin e tretë, ishim më qetë për ndeshjen e kthimit, lirum ndeshjen, nuk dha me goditje fundit. Dhe kishim rrezik që të hoshim golin e barazimit, kjo ishte e pafalshme. Gjithsesi kishim edhe pak fat sepse ishin raste që ishin me vërtet raste për të bëshirë. Jemi më afër kualifikimit? Jo, nuk mendoj, jemi 50-50, atje është një ndeshje tjetër, një ritëm tjetër, një fushë tjetër, një ndeshje prap edhe më është si kjo çështje sot. Përsa nëse Vllaznia do ta kishte grupin e plot, mund të kishin ndoshta një paraqitje përsëri më të mirë, ndoshta edhe në diferencë. Nuk e diskutoj fare, po të kisha ekipin e plot, nuk do të ishte kërcëndër, do të ishte rrezikë, por gjithsesi s'ka çfarë bëj. Megjithatë, i kënaqur me blerjet e reja, me një super gol të Emiliano Musës, me një Rok Tom që punoi fort në majën e sulmit. Ne kishim shumë blemin tjerë që i kishim tribun gac, ata të dy, si Musta, si Toma, në ndihmuan shumë, edhe Emiliano me golin edhe fazën e mbrojtjes, po edhe Toma krijoi shumë volum, bani ndeshje të mirë, gjithsesi thash jeni ata për më përmirësu. Kolegu ju e Bërdarit që deklaroi se do ta përmbysë në Kosovë, ndeshjen e kthimit. Ne do të shkojmë bëjmë ndeshjen tonë, e di që është ndeshje e vështirë, ndeshje e hapur, edhe fitoft më mirë. Profesor, ka shpresa për të federuar ndonjë lojtar ndeshjen tjetër apo me Nuk lejohet, vetmja e re që do të jetë trafiti që ka me këtë kuçë sfalit atje, duhet të marrë më tepër, sepse ndrymet janë shumë të rëndësishme, kështu që po besoj që edhe këtë djemë, edhe këto minutat që vanë sot, i do të rrimojnë sa dhe pak që për ndeshje të jenë më të lirë fushën. Është shqetësuese për ju profesor fakti që ndeshja do të luhet në një orar disi të pazakontë në orën 16. Nuk e di eksaktësisht kur bëhet në orën 16. Nuk e di, unë e di që është në darkë. Megjithatë kur do të jetë njësoj është. Kjo fitore është edhe një po themi përgjigje për gojët e liga, sepse klubi Vllaznia gjatë gjithë këtyre ditëve ka qenë në një lumë kritikash, po mund të themi edhe sulme për mungesën e lojtarëve. Sot Vllaznia tregoi, besoj, karakter me këtë fitore, duke patur edhe një pjesë të madhe të lojtarëve shkodruan nga borda deri në zonë. Senat, unë me të thanë drejtë në shpirit, së më dole keqe e lënë nga mëratë që kena lënë mrapa. Edhe pjesa parë, unë se në i vedin goli alo me fillu sezonin e ri, sepse kemi kënë në pumë psikologikisht jashtëzakonisht shumë si unë, edhe lojtarët. Kështu që ne kemi detyrë me ul kokën e bë maksimumin tonë që mund me bollat që kena në dorë me bë për tjerët më. Zoti. Çfarë ndodhi me Herald Markun? U tha se ishte në listë, me pas dole nga lista diçka e paspjegueshme. Nuk e di, i ditë përpara mos është thënë lista që është, mandej më dhanë s'është, domethënë unë kam ndruar informacion për ditë që kam bë, mund ta kem ndruar deri se kam thunë ta kem ndruar disa informacione, kështu që
ka një neshje edhe do tjetë edhe një neshje tjetër jashtë zakonisht stresuese, jashtë zakonisht me emocione të këqija, sepse ta fillosh neshjen, ta fillosh kur ban gjithë ata investime ke lojtar, se kishim sot Bardhin, e kishim jashtë, kishim Abyllin jashtë, kishim Dumfurin jashtë, kishim Latifin jashtë, kishim shumë lojtarë jashtë. Domethënë tan muin çohet dëm për një ditë, kjo ishte e tepër, domethënë mas starti stres humës kampionatit, vinë edhe kjo ishte goditur. Megjithatë bravo qoftë djemve, reagunin, luftunin, fitunin. Edhe shpresojmë. Edhe diçka fundit debutoi edhe Uldeta, një nga lojtarët e perspektivës të futbollit shqiptar. Janë ndjem tri, janë ndjem që kanë futboll në kanë të tyne, i duhet shumë punë normalisht, po t'i fusësh një neshje të Europa League, direkt neshjen e parë është jashtëzakonisht e vështirë se nga ana mendore, fizike, por sidomos ana psikologjike. Kështu që bani neshje sot, nuk mundesh me thonë fjalë, nuk kam as fjalë të keqe me thonë për asnjërin prej tyre që hinë dhanë maksimumin, sigurisht do rriten, sigurisht që ka shumë punë me bë, mandaj ato kanë dorë. Faleminderit, sukses.